Të parën ditë të javës, fort herët shkuan te varri me erëra të mira që i përgatiten. Gjetën gurin e rrotullosur prej varrit. Hyn, por nuk e gjetën trupin e Jezusit Zot. E ndërsa po rrinin ashtu, marrëmendës nga kjo punë, kur që përgjatë tyre u paraqitën dy burra të veshur me petka të ndritshme, e kur ato të tmerruara i ulën sytë përdheje. Këta u thanë: "Pse e kërkoni të gjallin ndër të vdekurit? Ai s'është këtu, u ngjall, le t'ju bie në mend çka ju paten kur ishte në Galili. Duhet, thoshte ai, që Biri i Njeriut t'ua dorëzohet njerëzve mëkatar, ta kryqëzohet dhe të tetën ditë të ngjallet." Atëherë u ranë në mend fjalët e tij. U kthyen nga varri dhe i njoftuan mbi të gjitha këto të 11 e të gjithë tjerët. Ishin Maria Magdalena, gjuni e Maria e Jakubit, po edhe gra tjera që ishin me to. U treguan apostujve të njëjtën gjë, por apostujt këto fjalë i morën për tregllime e nuk u besuan. Megjithatë, Pietri u çua, shkoi vrap te varri, u përkul dhe pa vetëm pëlhurat, u kthye në shtëpi i çuditur për krejt çka kishte ndodhur. Udhëtimi për Emaus. Po atë ditë dy prej tyre po shkonin në një fshat që quhej Emaus, e është larg Jeruzalemit, 60 stadie. Ata bisedonin njëri me tjetrin për të gjitha këto ngjarje. Dhe ndodhi që ndërsa ata po flisnin e po bisedonin kështu, vetë Jezusi u ofrua dhe po ecte me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar ta njihnin. Ai i pyeti: "Që janë këto fjalë që ju po i flisni ndër vete ullës?" Ata u ndalën të trishtuar. E njëri prej tyre, ai që quhej Kleof, i përgjigji: "A thua je ti i vetmi nga të huajt në Jeruzalem që nuk di çka ndodhi në te, po në këto ditë?" Ai e pyeti: "Po çka?" Ata i përgjigjen: "Çka i ndodhi Jezusit prej Nazaretit, që është profet i madh me vepra e me fjalë në sy të hyjt e të mbar popullit, si kryerët e priftërinjve dhe këshilltarët tanë e dorëzuan të dënohet me vdekje dhe e kryqëzuan. Ne shpresonin se ai do ta çlironte Izraelin, e përmbi të gjitha këto, sot është e 8-ta ditë me që ndodhen këto ngjarje. Madje edhe disa gra prej tanëve na habitën, ato qenë në agim te varri, e pasi nuk e gjetën trupin e tij, erdhën e na thanë se ju duken engjëjt e u thanë se ai është gjallë. Po edhe disa prej tjerëve shkuan te varri dhe gjetën shell ashtu si tanë gratë, por atë
nuk e pan, ajo tha, o të pamend e të ngadalshëm që të besoni gjithçka paralajmëruan profet, po a nuk e dish që Mesia ti plotësoi të gjitha, e kështu të hyj në lavdinë e vet, e që nga Mojsiu e të gjithë profetët u shtjelloi krejt çka flitet në shkrimin shenjt për të. Kur i u afruan fshatit ku ishin nisur, ai meri kind se po vazhdonte udhën, po ata ja vuan, rri me ne se u bë natë, e dita po shkon në të sosull. Dhe hyri që të rrinë me ta, kur u ullën me ta në tryez, mori bukën e u falënderua e ktheu dhe u tha atyre, u hapën sytë dhe e njoftën, por ai u zhduk para syve të tyre. Atëherë i thanë njëri tjetrit, po a nuk na ndizej zemra neve, ndërsa po bisedonte ullës me ne dhe na shtjellonte shkrimin shenjt. U çuan menejherë, u kthyen në Jeruzalem, i gjetën të mbledhur të 12 dhe ata që ishin me ta. Të 12 u thanë, me të vërtet unë ngjall zotëria, dhe ju dëftua Simonit. Atëherë edhe këta u treguan çka u ngjall ullës dhe si e njohën. Kur u ndau bukën, Jezusi u dëftohet apostujve. Ndërsa këta ende po bisedonin për këtë ngjarje, vetë Jezusi zyroi vend në midis të tyre dhe tha, paqja me ju. Të tmerruar dhe të friksuar mendonin se po shihnin ndonjë shpirt. Jezusi si u tha, pse po trembeni, pse po dyshoni në zemrat tuaja, shikoni duart e mia e këmbët e mia, unë jam vetë. Më prekni e vërtetojeni, shpirti s'ka mish e eshtra, si po shihni se unë kam. Si u tha kështu, u dëftoi duart e këmbët. Pasi ata prej gëzimit nuk mundën të besojnë, por kishin mbetur të habitur. Jezusi u tha, a keni këtu ndonjë gjë për të ngrënë? Ata i sollën një kormë peshku të pjekur. Jezusi e mori dhe hëngri para tyre. Atëherë u tha, këtë vështrim kishin fjalët që ju thosha kur ende isha me ju. Duhet të shkojnë në vend gjithçka u shkrua për mua në ligjin e Mojsiut, në profetët e në psalmet. Atëherë u shëndriti mendjen që ti kuptonin shkrimet dhe u tha, kështu është në shkrim shenjt, Mesijës i duhet të besojë të ngjallet së vdekurit të tretën ditë, në emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar prej Jeruzalemit, kthimin dhe fjala e katarëve. Ju jeni dëshmitarët e kësaj gjëje, dhe ja unë do ta dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim. Qëndroni prandaj në qytet deri që të vesheni me fuqinë prej së të lartit, të ngriturit në qiell. Atëherë i mori me vete deri në Betani, i çoi duart dhe i bekoi. E ndërsa po bekonte, u nda prej tyre dhe u ngrit në qiell.
Ata ranë përmbys pranë tij dhe e adhuruan. I me gëzim të madh I u kthyen në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishin në tempullin duke I dhënë lavdi